Kam shumë dëshirë të di në një kuriozitet nga jeta e një lideri se si qasët ai ndaj prureve të reja në Partinë Demokratike sot, edhe një reflektim tuaj dhe një vlerësim që ke për punën e tij që historia gjithmonë ta njeh. Pavarësisht moshës, ai shpiku qytetarin digjital, ai soi në Shqipëri aso kohë i Albania në mandatin e kaluar dhe për çështje digjitale është shumë i avancuar. Ai e menaxhon vetë Facebookun e tij, Instagramin, është jashtëzakonshëm, i ka të gjitha në kontroll celular dhe për ata që se besojnë ndodh realisht kështu. Domethënë në WhatsApp, mos thjesht tek ato grupet e Doktor Berishës, sepse e bën vetë. Është e jashtëzakonshme këtë drejtim, është tetë frymëzuese, nga ku besoj edhe një mesazh për të rinjt dhe këtu dua edhe të të falenderoj për ty sepse nëpërmjet këtij podcasti që i ke dhënë hapësirë demokratëve të rinj, profile si edhe ky imi, të cilët shpeshherë nganjëherë duhet luftojnë pak më shumë me mediat edhe të kapura për të folur mbi historinë e tyre që fundit është historia jone përbashkët e këtij vendi tonë, Shqipërisë tonë. E pra ky është shembulli i depolitizimit të medias edhe i demokratizimit të saj ku në kohën e parimit kryesor pluralizmit politik duhet jetë njëkohësisht në paralele pluralizmi i fjalës, i mendimit kritik, edhe krijohen disa hapësira kështu sterile të pakontaminuara, jo konjunkturale dhe pa asnjë lloj interesi përveç interesit të mirës publike. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.